alayhis salam, të kthehemi në hadith, runa zot pe kufrit, mosbesimit dhe varfërisë, po në hadith tjetër, ka dal faqrun yakun kufran, gati varfëria të çet mosbesim, sepse njeriu pastaj është në menduar dhe keq. Është në menduar dhe keq dhe krijohet një individ, një shoqëri e rand, e mirë, e cila është manipuluese nga të tjerë të vëlla, e hajnë bereqetin e tina, manipulojnë nga ana ekonomike, nga ana sociale, nga ana psikologjike, vëlla, vinë të tjerë, pse e varfën ti, tap donacion, por me kushte. Çfarë kushte? Që është duan kime punu ti, nga ana shkollimit, nga ana medjave, nga ana politikës, nga ana arsimit, që është duan të i varfën. Për ata, populli jonë, thëtë një fjallë të them, thëtë fëkaraja, gjithmonë gjënah është, s'po du me thonë budal, se kjo është pak e randë, por gjithmonë gjënah është i shkret, pra ik nuk din, se nuk din fëkaraja, sepse si e për rasti me full heq, se atë përfatësani me i pasuni dhe kështu me radhë. Po pra janë pasoja shumë të mëdha, pasoja zinxhir në një farë mënyre. Ju keni ndeshur qasje të tilla për shembull gjatë përvojës tuaj?